Ishe 2/3 kërkohen, është për te. 2/3 me votu. Edhe Matoshi Ama 2/3 duhet jenë aty. Edhe Matoshi edhe krenore thanë që ka gjosa që as vetëvendosja pas partit tjerë nuk janë të interesuar me formu qeverinë për shkak situatave të cilat po kalon Kosova dhe Pajtohesh me Matoshin? Jo, nuk pajtohena me Matoshin, sepse Çka kam dërmuar që opozita, po i them opozita se tash partitë parlamentare. Po. PDK, LDK, AK nuk kanë çka më ndërmor. Brenda kuvendit kandidati. Jo, s'po dojnë, ata po kërkojnë. Po nëse dojnë me urdhër reali. Jo, se nëse ata dojnë me urdhër reali si parti e dytë ose koalicioni i dytë, unë po flas me logjik. Logjikisht do të më votu kandidati. Ja çet topin atyre. Nuk është vrekaqe Ka sens Matoshi çfarë thotë? Nuk është pozitiv. Shtetërore partive politike Matoshi po pajtohet me përgjithësi shtetërore ka veç vetvendosja. Partit opozitore ose partit parlamentare jo vetvendosja kanë thonë ndërroje kandidatin dhe ne ta votojmë. Madje OKA ka propozu 2 emra, nuk ka thonë që ta mi bon, por nëse qita 2 kandidate janë kanë për parlamentarë. S'do më honë që ja voton LDK-ja. Po s'ka nevojë LDK-ja. Me AK-n e Kaljani ban 4 vota. Po, 4 vota për ty. Për një metë shesharake. Nuk ka krye komendari tema. Nuk qeverisë krye komendari, është qeveria. Po nuk janë ndaluar koalicionet pasqedhore, shkrum kërkon. Që të shkone po koalicion, masit mohan zgjedhjet edhe masit konstituohet kuvendi. Po ta propozon të Fatmir Limen, nëse kanë marrëveshje. Që në rundën e parë ndoshta Limaj do të zgjidhë Albulena Xhiu ka thonë nuk ka marrëveshje. Albulena Xhiu ka thonë studiot e ti nuk ka marrëveshje, madje Albulena ka thonë që asone nuk do të jem kandidatë. Po, e vërtetë është edhe kjo. Pos marrëveshje Lima ja kish votu kryetarin e kuvendit politik. Çka ka votu që të pasë. Unë kam thonë që këta janë taku. Unë kam thonë që këta nuk kanë marrëveshje, por kanë bisedu për një pozitë, për krye kuvendor. Po s'kan marrëveshje të shkruame. S'kan marrëveshje. As një ministri, as kur gjohej që dyat s'kan marrëveshje. Sepse kryetari vetëvendosjes zoti Kurti ka dëshirë edhe me minoritet, as një marrëveshje se ka, veç ka marrëveshje gojore. E marrëveshjet gojore i merr era. Duhet me pas në letër të shkruame. Po të ishte Fatmir Lima kandidati i parë. Unë jam shumë i bindën që deputet e kishin votu, edhe të partive tjera. Sot ish kryetari kuvendit. Por na po thëmë ka qitë zonin Krasniqi, ministreshën. Haxhiu Krasniqi. Veç Haxhiu, se ka Krasniqi. A është e martune? Mirë dhe mbjemën e ka Albulena Haxhiu. Ka drejta këta lidhje. Edhe ka qitë këta, na tash po thëmë, e ka qitë të një 2 herë, 3 herë, 5 herë dhe e ke shdin Limaj. Mo Limaj nuk është pateric e vetëvendosjes. Kjo edhe mu propozu i shollas nuk e pranon atë pozitë. Vetëvendosja për me dal nga kriza. Në qoftë se dëshiron një 4-5 muaj me pas kandidatin e vet president, UD duhet me shti Glau Konjufcën. Okej, vetëm pak ndalu pak tek Limaj, Sadik. Ma jep nëntën deklaratën e Limajt kur është pyetur nga gazetarët, se kjo është interesant të inkorporojmë pak edhe në disa deklarata. Përndryshe në Facebook mund shkruani pyetje lidhur me situatën edhe me temën kriza kuvendore e Kosovës. Ne do t'i përgjigjemi pas pak në pjesën përmbyllëse. Shohim se çfarë ka deklaruar Fatmir Limaj, i cili u raportuat kishte qenë i nominuar eventualisht me një marrëveshje të heshtur e të fshehur, por që nuk doli të jetë ashtu tamam, edhe pse takime ka patur ndërmjet 2 palëve, edhe Limaj mos të harrojmë që ka qenë shumë i atakuar 2 ditët e fundit nga zoti Ramush Haradinaj me deklaratën. Të ndjekim deklaratën e tij. Po ishte në thjerë, më thonë që në takohemi ne, në thjerin, për tema nacionale gjithmonë të jemi. Pam Limaj? Limaj tha për tema nacionale gjithmonë jemi të gatshëm. Po, si shpjegohet kjo? Unë mendoj që Limaj është taku.
Jo, që është taku, ajo. Unë mendoj që Limaj ju ka premtuar